Mirëmbrëma miq dhe shikues të nderuar të emisionit Glamour. Ja ku po ritakojemi në këtë dritare televizive për t'ju sjellë mysafir nga sfera e artit dhe kulturës. E në emisionin e sonëm kemi një artiste të fjalës, një artiste e cila është artiste e penës dhe e fjalës së shkruar. Për më tepër, unë propozoj që të ndjekim profilin e saj dhe të rikthehemi sërish në studio, pikërisht me atë. Po, mire dëgjuat, në emision kam një mysafire. Ndjekim siglën. Yasemin Mustafa është poete nga Shkupi e cila me ndjeshmërinë e saj të mbrëmshme arrin të ndërthur botën e përditshme me atë shpirtërore përmes vargut poetik. Me profesion është kontabiliste, por pasioni i saj është shkrimi. Një dashuri që shoqëron prej vitesh dhe është bërë pjesë e identitetit të saj. Poezia për të është mënyrë reflektimi i emocioneve dhe përvojave njerëzore, shpesh të ndërlidhura me dashurinë, paqen dhe dritën shpirtërore. Në përmbledhjen e saj poetike, ëndra të vjedhura, Yasemin sjell një botë të ndjeshme dhe të thellë, ku fjala bëhet mjet për të ruajtur ëndrat, për të shëruar plagët dhe për të krijuar dhe kujtuar se humanizmi dhe mirësia janë ende vlera të forta njerëzore. Vargjet e saj prekin lexuesin përmes sinqeritetit, qetësisë dhe reflektimit që e përcjellin. Pra të nderuar, ashtu siç e dëgjuat dhe e pat në emisionin Glamour, sonte kemi kënaqësinë që të kemi në studio Yasemin Mustafa. Një ngërshëtim mes dy profesioneve, një ngërshëtim mes pasionit dhe profesionit. Për më tepër, do ta ndiqni bisedën të cilën do ta realizojmë me të. Urdhëro Yasemin. Mirë se erdhe në studio, karikja është për ty, unë jam shumë e lumtur që po takohemi. Kënaqësi e ime. Yasemin, ashtu siç thash edhe në paralajmërimin tim, mirë po fillimisht jam shumë e lumtur që po ma nderon studion dhe mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta Ardita, kënaqësia është e imja, faleminderit shumë për ftesën. Gjithmonë kënaqësia është e jona, Yasemin, dhe jam shumë e lumtur që po mundohem që shikuesët t'ua transmetoj atë energjinë pozitive të cilën ma transmetove ti paraprakisht kur u takuam, kur erdhe para se të hysh brenda në studio. Dhe gjithçka që ne biseduam edhe para se të takohemi këtu brenda në studio, që është një ngërshëtim mes profesioneve, është një ngërshëtim mes asaj që ti e dashuron për ta shprehur dhe një profesion të cilin sigurisht e dashuron, me punon me shumë pasion. Si ndjehesh në këto dy role? Si mundesh t'i ndash këto dy role? Do thot, poezin e kam pasion, ndërsa kontabiliteti është profesioni im. Ndoshta nga larkë, që të dyja janë shumë larkë njëra tjetrës, por në qoftë i shikon në thelb, ata kanë një ngjajshmëri e cila është përpikmëria. Po. Edhe të të dy rastet duhesh të jesh i përpikt. Po. Yasemin, a mund të më thuash se kur filloi ajo dashuria yte për poezinë? A të kujtohet ai momenti kur fillove të shkruash vargje? Ndoshta ka qenë shumë vite më herët, mirë po me kalimin e kohës sigurisht që perfekcionizohet ajo pjesë e shkrimit, e dashurisë ndaj shkrimit e tutje. Ardita, shumë është e vërtet kjo që the, do më thënë, interesimi për poezin ka filluar në moshë shumë të hershme, që nga shkolla fillore. Poezia ime e parë ka qenë për gjyshin tim të ndjerë, ndoshta aty jam ndjerë shumë me emocione më të larta dhe aty e kam zbuluar, mirë po nuk e kam ditur që e kam pasion. Dhe me kalimin e kohës, pastaj fillova të shkruaj poezi. Poezia ime e parë nga libri ka qenë ëndra të vjedhura, por nuk ka qenë asnjëherë në plan libri të botohet. Pastaj në konsult me shumë shkrimtar, ata thanë poezitë e tua janë shumë të bukura, mund t'i botosh, dhe ashtu vendosa, ata faktikisht më shtynë që të ndërmarr një hap për botimin e librit. Yasemin, atë kujtohet, a e ke ende atë poezinë e parë që e ke shkruar? Jo, nuk e kam. Nuk e ke rrugë? Nuk e kam rrugë.
Çfarë është ajo që të frymëzon më shpesh edhe njerëzit apo ngjarjet e veçanta që ty të bën të shkruash? Frymëzimin e gjej kudo, mirë po më së shumë të frymëzojmë nga ndjenjat e sinqerta. Ato të cilët janë brenda nesh pa maska, nga njerëz të lumtur, nga njerëz që bartin dhimbje dhe nga çdo gjë që më rrethon në jetën e përditshme. Pikrisht, frymëzimin më shumë e gjen në gëzimin apo në trishtimin? Në të dy rastet, mendoj që të dy ndjenjat janë shumë të bukura. Ndoshta nga larg dhimbja është një moment që secili nga nesh e ka, por vjen një moment që faktikisht do e kuptosh që ajo dhimbje nuk të ka ul, po faktikisht ka ngritur. Jasmina, ka ndonjë vend ose kohë të ditës ku ndihesh më e frymëzuar se kur? Nuk kam ndonjë moment, mirë po në qoftë se kam frymëzim nga ndonjë rast, nga ndonjë moment që më vjen, frymëzohem. Mirë po poezia të përqendrohesh dhe të shkruash, mendoj që nuk është detyrim. Mendoj më shumë vjen natyrshëm. Natyrshëm. Je poete e ditës, e mëngjesit, apo je poete e natës? Para se të flesh, kujtohet një varg e shkruan, apo kur zgjohesh je më e freskët me emocione dhe me mendime? Kam pasur rast që kam shkruajtur edhe gjatë ditës edhe gjatë natës, mirë po e shoh ndoshta gjatë ditës konsumoj energji dhe pastaj natën i shpërthej ato në poezi, ndoshta natën pak më shumë shkruaj. Mirë po nuk e anashkaloj që edhe ditën, ose edhe në mëngjes. Po gjithmonë është e inspirimi. Inspirohesh edhe me muzikën, është pjesë e inspirimit edhe muzika? Të them të drejtën, jo. Jo. Sepse e kam lexuar dikun që pjesë e inspirimit për të shkruajtur poezi është dikun në disa poetë të ndryshëm edhe muzika. Mirë po, mua më vjen mirë që ti thith emocionet e njerëzve dhe e shprejat shpirtin e tyre në vargjet e tua. Jasmin, se ndjen procesin e të shkruarit? Atë vjen natyrshëm apo kërkon përqendrim edhe qetësi? Sa do që përqendrohesh, në qoftë se nuk ke frymëzim, është e kotë. Po. Çdo herë vjen natyrshëm. Nga emocionet ose në varet nga çfarë periudhe je duke kaluar. Ne përmendëm librin Ëndra të vjedhura, pse pikërisht këtë titull? Është dedikim personal apo dedikimi të gjitha emocioneve të cilët ti ke përmbledh në librin tënd, nga ashtu si që the, inspirimi më vjen nga energjia e njerëzve dhe nga ajo që ata e shprehin, gëzimin, pikëllimin apo shqetësimin? Ëndra të vjedhura është pikërisht për të gjithë njerëzit, sepse gjatë procesit të jetës çdo njeri ka përjetuar humbje nga të dashurit, ndonjë humbje personale, profesionale, apo çdo gjë, ndonjë njeri të afërt, ndonjë dashuri. Dhe ëndra të vjedhura, do më thënë, është të gjitha ato ëndra të cilat jeta na i merr pa paralajmërim. Dhe në fakt, unë dua të them se sado që të merr jeta ndonjë ëndër pa paralajmërim, njeriu duhet të gjej forcën për të vazhduar më tutje. Po, gjithmonë. Jasmin, a e ke bën një poezi prej komplet librit, sepse gjithçka bëhet me dashuri. Çdo poezi është një copë jotja, një emocion jotje edhe në shkrimin e saj. Pa është një poezi që ty të ka lënë përshtypje ose të lënë përshtypje? Të gjitha, mirë po, poezit që më kanë lënë përshtypje, ajo e nënës dhe për fëmijët e mi. A të kishe pas mundësi që ta lexojmë një poezi, unë apo ti? Po. Cilën do e kishe përzgjedh? Do ta ofroj unë librin. Edhe nëna, mirë po, do ta përzgjedh, sepse kam pasur në një emision tjetër, sot për ju do të përzgjedh një poezi, të bëjmë jetën parajs. Të vallëzoj me një fustan balerine,
dhe të jetë ngjyrë e bardhë, të këndoj deri në mëngjes, këngën e lumturisë që gjendet rallë, të ecë në përfusha e të vrapoj si fëmi, të marr erën e çdo lulës që gjendet aty, të kënaqem nga rezët e diellit dhe të shikoj qiellin e kaltërt që kënaq shpirtin tim të pastërt, të shpërndaj dashuri për jetën që kam, si njeriu i parë në parajs, për pemën të mos e ham. Kjo është për fëmijët, apo? Po, edhe për fëmijët edhe për njerëzit që në fakt jetën e bëjnë vetë parajs. Çfarëdo sfide të kalojnë në jetë, jetën ndonjëherë njeriu e bën vetë. Po, tema edhe frymëzuese shumë. Po, më shumë frymëzuese. Për fëmijët është edhe një tjetër. Edhe një tjetër. Po, do e lexoj. Po. Të shkëputur nga parajsa, të shohësh një krijesë që jetës kuptim i dhuron, të mbash në krah ndjenjen më të bukur, që të dhurohet si nga parajsa qiellore, një engjëll të vogël që shkëlqen si yll, të shikosh sytë e bukur që dhimbjen ta largojnë, thjesht duhet thënë faleminderit o Zot. Shumë poezi e bukur. Faleminderit. Unë ndjeva shumë e emocionuar me të dy poezitë tua. Shumë faleminderit. Që i lexove edhe për mua këtu në studio, mirë po edhe për shikuesit e emisionit Glamur. Yasemin, si e ndjer kur në promovimin e librit ndoshta janë lexuar poezitë tua? Po. A është një emocion tjetër i veçantë kur i dëgjon prej dikujt tjetër duke i lexuar atë që ti ke dashur ta thuash? Po, gjatë promovimit, do me thënë ishte hera e parë që unë po ndëgjoja dikë tjetër të lexon poezitë e mia. Po. Ishin disa vajza, poete të reja, që filluan dhe ishte kënaqësi të dëgjosh poezi në zërin e tjetër kujt. Po. E kemi pa që ke marrë pjesë edhe në ngjarje kulturore si Festivali Poetik i Prishtinës. Si e pritet i ftesën dhe si e pritet atë rrugtim tëndin apo eksperiencë tëndin? Në festivalin e Prishtinës ka qenë një moment jashtëzakonisht i bukur, pasi që aty kanë marrë pjesë të gjithë njerëzit të cilët e duan artin dhe tua përcjellësh poezitë e tua njerëzve që e duan artin është një bashkim shpirtëror, mund të them. Do marrësh pjesë përsëri? Shpresoj. Më duket edhe si vetë ende nuk është realizuar. Çfarë ndjesie t'jep kur lexon poezitë e tua dhe ndoshta i përjeton në të njëjtën mënyrë edhe sot, ashtu siç i ke shkruar? Po, do me thënë poezitë e mia, çdo herë kur i lexoj me emocionin e njëjtë, pasi që janë shkruar me emocion. Dhe besoj ajo ndjeshmëri asnjëherë nuk do humbet. A ke menduar që shkruash edhe prozë ose një tjetër libër me poezi, një tjetër dedikim, ndoshta fëmijëve, tash i bë edhe nanë e vetë dhe ndoshta një dedikim të cilin do a japish komplet një libër fëmijëve tu? Shpresoj se po, sidomos tash në fakt unë e kam realizuar edhe një roman, qysh më herët, mirë po nuk jam duke nxituar që ta botoj, sepse tani për tani me të thënë të drejtën jo dhe se kam shumë kohë, pasi që jam përkushtuar më shumë në profesionin tim, por besoj në një të ardhme do të më shihni edhe me një libër të dytë. Ne mendoj se e presim atë moment dhe shpresoj që do të kesh shumë sukses edhe në promovimin e librit të dytë, i cili do të jetë me poezi? Roman. Roman. Po. Do të fillojmë pastaj të flasim për atë ngërshëtimin tënd mes profesionit edhe kohës mbetur ndaj pasionit tënd. Mirë po, kur lexon poezitë e autorëve të tjerë, çfarë kërkon në to? Forcën e fjalës apo ndjesinë që të ngjallin emocion apo ndonjë ndjesi që ty të bën një inspirim apo i lexon vetëm për çefi, sepse autorët e shumë librave lexojnë për çefin e vet, mirë po ndoshta e gjejnë një frymëzim edhe në libra të ndryshëm.
Kur lexoj poezitë e autorëve të tjerë, do të thotë gjithmonë kërkoj ndjesi. Sado e bukur të jetë shkruar libri, sado e bukur të jetë shkruar poezia me rënditje të bukur apo fjalë të bukura, në qoftë se nuk përcjell emocion, unë mendoj se ngelet vetëm një shkrim i bukur. Ndërsa kur përcjellet emocion është 100% poezi. Dhe unë po ta them nga shpirti, poezitë e tua po përcjellin emocion, renditjen, Shumë faleminderit. rimimin, ndoshta nuk është në atë mënyrën si që jemi mësuar ti shohim poezi dhe ti lidhim, mirë po jam shumë e kënaqur që po e dëgjoj një emocion në çdo poezi që e lexove dhe në çdo titull të cilën unë e shpletova dhe e pash, edhe ajo të bën ndoshta edhe të veçantë me librin. Jasmin, profesionin ashtu si që tham e ke kontabiliste. Si e ke gjetë atë ngërshetimin mes pasionit, profesionit? A është penges, a është knatësi, apo të ndihmon ajo renditja e numrave me renditjen e fjaleve, emocionave, kështu me radhë? Në fakt, si kontabiliste, unë kam qenë ekonomiste që nga viti i parë në shkollë të mesme dhe jam profesionalizuar për atë pjesë, ndërsa poezia është pasioni im. Unë si kontabiliste, unë tek bizneset nuk shoh vetëm bilance dhe shifra. Unë pas çdo biznesi shoh një histori suksesi, ku kam kënaqësi të jem pjesa asaj historie, ku gjithmonë i këshilloj bizneset që t'i rris financiarisht, dhe mendoj që bëj gjithë shka që të jeme përpikt, përgjithse dhe transparente. Ndërsa me poezit nuk është as pak problem, sepse njeriu kur do në gjenë kohë për çdo gjë. Dhe nuk e kam as pak problematike këtë pjesën e profesionit. E di që ke hap edhe biznes të ri, veç më e ke hap atë zyrën tënde të kontabilitetit. Sa është kënaqësi edhe emocion i cili është emocion gëzimi, edhe kjo pjesë të ndihmon edhe në shpirtin tënd artistik se jo. Do më thuash, si e përjetojnë edhe kolegët e punës, a ndodh që të flisni për poezi, apo të ketë në mes të kolektivit tënd, shoqeve tua, ndonjë poete e cila ndoshta edhe ajo don të shkruaj vargje dhe shkëmbeni mendime? Në mjedisin e punës nuk ka tjera poete, jam e vetmi unë, dhe çdo koleg që ka lexuar poezitë e mia më ka thënë, më ka bërë të reflektoj, shumë bukur shkruan, dhe të thotë e kanë pritur shumë mirë. Çfarë ti dëshiron që lexuesi të marrë prej mesazheve tua, sepse poezia është një mesazh. Një mesazh, po. Do të thotë mesazhet e mia gjithmonë janë një dritë në diku rreth në mes të terit dhe dua që ta gjej forcën çdo lexues, sado që të jetë i dobët, është natyrë njerëzore. Nuk mundemi gjatë gjithë kohës të jemi të fortë. Dhe në disa poezi atë kam treguar, të jesh i dobët është njerëzore dhe duhesh ta pranosh. Sado e vështirë të jetë. Është, do me thënë, poezi shumë reflektuese dhe shumë poezi të cilat japin një farë qelsi që të jep një dritë dhe një shpresë. Dhe më pëlqen që i përgjith ato temat e shpresës, mundësive, sepse në një farë mënyrë ti ju tregon lexuesi që ke mundësi ta ndryshosh veten dhe situatën të cilën e ke. Në 3 fjalë, si do kishe mund që ta përshkruash veten si njeri, por edhe si krijuesi fjalës, poezisë, shkrimit? Si njeri me 3 fjalë, e sinqert, zemërbut dhe e fortë. Si në jetën reale, ashtu edhe në vargje. Edhe në vargje. Jasmin, unë shpresoj që do t'jemi mysafir të promovimit të librit tënd të ardhshëm. Faleminderit. Uroj që të kesh shumë sukses edhe në librin tënd të ardhshëm dhe uroj që ta botosh sa më shpejt.
Shumë faleminderit Ardita. Ishte kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Unë jam shumë e lumtur dhe shumë falenderuese që ndave kohë për ne dhe për shikuesit tanë. Uroj që nuk kemi marrë shumë kohë edhe nga puna jote dhe ne sigurisht që do të ritakohemi edhe herë tjetër. Ju faleminderit. Pra, miq dhe shikues të nderuar, këtu nuk është fundi i emisionit tonë. Unë do ta paralajmëroj pastaj dhe rubrikën tonë. Tashmë në çdo emision e cila është prezente. Ju falenderoj që ishit pjesë dhe që ndoqët këtë bisedë me poeten shumë të dashur për mua dhe u bë edhe më e dashur në këtë bisedë që ne e realizuam sonte. Në rubrikën tonë kushtuar filmave shqiptar, këtë herë ndalemi të një tjetër vepër e rëndësishme e kinemas tonë, Toka e Jon e vitit 1964. I realizuar nga regjisori Hysen Hakani, me skenar të Peçi Dado dhe muzik të Qezades, ky film u prodhua nga Kinostudio Shqipëria e Re. Ngjarjet zhvillohen në një fshat të Shqipërisë së Veriut në vitet e para pas çlirimit, duke sjellë në qendër historinë e familjes së Gjokës, konfliktet me kulakët dhe përplasjen mes rendit të vjetër dhe reformës agrare. Përmes dramës familjare dhe ngjarjeve tragjike, filmi pasqyron një kohë të trazuar, por edhe idealin e ndërtimit të Shqipërisë së Re. Miq dhe shikues të nderuar, unë ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, ne sigurisht që do të ritakohemi dhe të dielën e ardhshme pikërisht në terminin tuaj të zakonshëm të emisionit Glamur në ora 20. E deri atëherë, kalofshi bukur në programet tona.